Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin Pult. Sonte kemi të ftuar analistin Ali Sefaj, ku do të diskutojmë lidhur me krizën, nëse mund të themi, pas zgjedhore apo shtyjen e procesit zgjedhor deri më tani dhe ngërçet që po krijohen ditë pas ditësh. Përshëndetje zoti Sefaj, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Ka kaluar një muaj nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Si po shihni këtu ngërçe ose këtu ngadalësime të procesit apo janë në proces të demokracisë e në zhvillimet normale? Po, ne shquhemi për proceset zgjedhore më të mira në rajon. Por mos më thonë që garojmë edhe me vendet me demokraci theksuar në Evropë. Ajo që ka vrehet kësaj radhe është dështimi i KQZ-s që të përmbush obligimet e saj që të mos na çojë dëm një proces zgjedhor i cili edhe përkundër vrejtjeve që kanë pasur vëzhgust nga shoqëria civile edhe partitë politike, megjithatë ka qenë një proces i rregullt, i mirë zgjedhor që i ka përmbush kriteret dhe standardet e kërkuara, e që fatkeqësisht KQZ-ja ka dështuar ta përmbush detyrën e saj, për arsye se ata janë organ që funksionojnë enkas për që të punë nuk ka ra borë pak ma heret me nëzon të papërgatitun, e për mua është e habitshme si ju ka ndodhë që t'i zënë këtë rrethana dhe që të kaloj kohë prej një muaj e ata mos mund ta kontojnë rezultatin zgjedhor. Ajo duket pak sa interesante, subjekti politik që është ende në pushtet bën ankesë për procesin ku në një farë forme është barës dhe përgjegjës i këtër procesit. Po ashtu kemi një subjekt tjetër ku shohëm që kandidatët bën ankesa në mes vete, si shihet kjo? Po zakonisht ankesa bojnë ata që humbin. Kësaj radhe ka bë ankesa edhe këta që kanë fitu, mirë po ajo që ka shquhet tek lëvizja vetëvendose, shquhet adresa e kritikës në institucionet e pavarura, tendenca për me i kap ato ose me i qit keq dhe veçmas mosmarrja e përgjegjësisë kur ata e drejtojnë institucionin dhe që ishte edhe më e habitshme ajo kur kryeministri e fajsonte opozitën dhe numrat që i kanë ata në KQZ duke pretenduar se atyre ju takon më shumë antarë në bazë të rezultatit zgjedhor dhe harronte se partitë politike në Kosovë sipas ligjit për zgjedhjet me automatizëm certifikohen posa regjistrohen si subjekte politike dhe për të kësaj struktura e KQZ-s. Antarët e saj janë normu në këtë formë prej 11 antarësh me kryesuesin 10 plus kryesuesi që të mos ketë asnjëna parti politike fuqi dominante që ta lëndoj procesin zgjedhor dhe për mua ishte e pakuptueshme si ti kikso pretendimesh për të kapur një institucion të pavarur i cili do duhet garantonte procesin zgjedhor sepse ti mund t'i fitosh sa dush përqind të zgjedhjeve, siç ka ndodhur në vende të tjera, qoftë edhe në rajon, në Shqipëri edhe në Serbi, që partitë politike nuk e pranojnë rezultatin zgjedhor. A pritni në një të ardhme të afërm konsolidim të institucioneve të reja, apo do të shkon në zvarritje njerë derisa të certifikohen në zgjedhjet, e më pas derisa të gjenden partnerët e koalicionit nëse do të gjenden? Po në vendet normale, me demokraci të konsolidume, nuk vinë deri në këto situata ku ne kemi ardhur, për arsye se për mua ka qenë totalisht i parasyshëm deklarimi i kryeministrit pas shpalljes së rezultatit jo thuaj se preliminar, po marrje se informacionet para, kush është partia fituese dhe rezultatin cilin ata e kanë prit, e meqense se kësaj radhe nuk mjaftojnë vetëm shumica e thjeshtë, por arsye se ty duhet qeveri stabile. Për mua është ka qenë e habitshme si ai në vend se dilte dhe të kumtonte fitoren, të thirrte mbështetësit që ka qenë gjua e fushatës, kemi garu,
jemi tensionuar ndoshta edhe më shumë se sa duhet, mirë po tani ne jemi partia fituese dhe të tjerët duhet të bashkangjiten koalicionit ose qeverisë me ne, për arsye se vanin e pret perspektiva të ngjashme, e mendoj që këta kanë me provu me prolongu deri në fund të procesin, bile më ka habit ajo që kam pas pretendime që të anulohen votat e diasporës dhe të ripërsëritet votimi. E mendoj që kjo do ta lëndonte procesin zgjedhor aq shumë për arsye se edhe partitë politike, edhe shoqënia civile ka pas edhe dyshime dhe dilema lidhur me transparencën dhe korrektësinë e votimeve në për ambasada dhe përfaqësi diplomatike. Dhe kur mendoni që do të zvarritet ky proces, do të Unë mendoj që posa të certifikohen zgjedhjet, nuk besoj që do të humbim kohë më shumë se sa një muaj për të konsoliduar kuvendin e Kosovës. Pastaj është një periudhë që mund të sillet parafërsisht rreth një muaj, besoj që 2 muaj ose më shumë do të na shkojnë duke u rropat të presim derisa të krijohet mundësia që të gjenden partnerët për të kriju qeveri. A thani që kjo shtyre është në kërkim të partnerëve për qeverisje nga nga partia fituese mbarë? Përveç ndoshta pamundësisë për me gjetë partnerë, është edhe rezultati i diplomacisë amerikane që është problem për cilën do parti që ka me drejtu vendin ose cilin do koalicion, për arsye se kërkesat e tyre mund të jenë jo proporcionale me mundësitë tona, për arsye se Trump ka treguar që nga mbështetja politike dhe ushtarake amerikane nuk jep asgjë falas. E ne për shumë vite jemi mësuar që të marrim garanci politike, mbështetje ushtarake edhe ndihmesa kopaskoshme ose financiare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos kthyer kur gjon këmbim. Tani unë pres që numrat do të bëhen për arsye se si do të bëhen numrat, zotë Sefaj? Si shihni këtë bërje apo këtë formim të qeverisë? Janë disa opsione, për arsye se ne kemi pa që parimisht në politikë nuk ka moral politik, po veç mas në Kosovë shquhen lëvizjet e deputetëve apo si është bën këtë jargonin e trinjeve që po e përdorin trafikimi i deputetëve, ose mundësia që të bëhet me ndonjërin prej partive politike, për arsye se ne gjatë rrugtimit politik të vendit tonë kemi pa edhe koalicione që dikur janë dukur të pamundshme, koalicionin AKLDK, koalicionin LDK-PDK, e kemi pa edhe koalicione të lëvizjes vetëvendosje në nivel komunal me PDK-n edhe të ngjashme. Unë mendoj që pavarësisht që thuhet që janë vendosur këto vija, vetëm në rast se lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Kurti kanë frikë me qeverisë. Në formatin tjetër ai mund të bëj numrat për qeveri një vjeçare. Nga kjo që e përmendet. Unë besoj që në radhë parë do të përdoret mundësia e trafikimit. Në rast se kjo dështon, atëherë do të shihet mundësia për një koalicion me AK-Nisma, edhe pse megjithatë zoti Haradinaj ka deklaruar që kategorikisht ka qenë kundër. Ka deklaruar kategorikisht, po aty flasim edhe për deputetët e Nismas. E besoj që subjektet politike pasi të kryhet procesi zgjedhor, ata garojnë në zgjedhje për të marrë pushtet qeverisë, jo për të marrë vetëm mandatet e deputetëve, për arsye se nuk mund ta çojnë vend besimin e qytetarëve në opozitë. Është një thënie famshme, më mirë është një ditë në pushtet për një subjekt politik se sa qindra ditë në opozitë, për arsye se ti s'mund t'u kthesh në këmbim votuesve tu asnjë të mirë. Nuk po mendoj të mirë materiale, po mendoj të mirë në qeverisje, duke bërë legjislacion të mirë, duke bërë reforma të ngjashme, dhe në rast se ka pagadëshmëri. Çka nën kuptoj me pagadëshmëri? Në rast se kryeministri Kurti përveç kontrabandimit, pjesën tjetër me këtë do që të bëj koalicion, ndarja e resore nuk do të jetë lehtë, për arsye se ajo është i gjendur në situatë shumë të pafavorshme dhe disa vota të një subjektit politik mund t'i kushtojnë me aq apo më shumë ministri të rëndësishme që
nuk e di a janë të gatshëm, a si janë të gatshëm ta zbërthejnë këtë, e në rast se dështon pushteti, që unë nuk besoj që dështon, për arsye se jemi mësu me po këso matematika, pastaj kemi edhe listën serbe, ata që do t'jenë në kuvend, do të votojnë subjektin e tyre, dhe po e nëzom një rrethon që mund të bëhen pjesë e qeverisë edhe formalisht për të mandatuar qeverinë. Pra, si mundësi, e sheni e shoh edhe listën një koalicion listën serbe, Nisman, OK. Jo, në rast se Nisma dhe OK-ja mund t'i duhen vetëm në rast se refuzon të bëj me listën serbe. Mirë po lista serbe ashtu dhe kështu. Do t'jetë pjesë e qeverisë për arsye se deputeti i tyre, ministri i tyre, votohet nga shumica e deputetëve të listës serbe rondin e parë. E pastaj ka mundësi më vonë edhe të ndërrohet pasi të mandatuhet qeveria, e ata kanë mundësi ta kontestojnë këtë veprim të kryeministrit në gjykatën kushtetuese. Mirë po lista serbe për shkak se sillet jo konform rregullave institucionale, nuk e njeh gjykatën kushtetuese formalisht, nuk ka bërë ankesë për shkeljet që ka pretenduar që kanë bërë të drejta të komunitetit. Sa mund të jetë një koalicion i qëndrueshëm me këto subjekte të vogla politike apo me ndonjë po edhe në rast se bëhet deputet të moshëm të subjektit politik. Edhe në rast se nuk funksionon dhe bëhet qeveria e opozitës. Se është opsion edhe qeveria e opozitës, sepse mund të bëhet me minoritetet jo serbe, mandej dalin ndikon rreth 63 numra që është e mjaftueshme për funksionalitetin një vjeçar qeverisë, po na pothuajse kemi hinë periudhën ku prej një viti kërkohet që të zgjidhet presidenti e më pastaj ne domosdoshmërisht i nënshtrohem një cikli zgjedhor dhe partia politike e cila hyn në koalicion me kryeministrin Kurti pas zhargonit që ka përdorur mund të lëndohet ose të penalizohet në procesin zgjedhor, por mos të harrojmë pavarësisht paftësisë qeverisë që ka pas, korrupsionit, fjalorit të papërshtatshëm. Kryeministri Kurti megjithatë i ka fituar zgjedhjet dhe i ka fituar në një shumicë të konsiderueshme që përveç fitores së tij të parë në 2021 nuk kemi parë këso fitore me këtë numra. Ta mund të ndjehen të zhgënjur për shkak të pritjeve të mëdha që i kanë pas, mirë po unë jam i befasuar me rezultatin që e kanë bërë për shkak të paftësisë me qeverisë. Por të jemi korrekt dhe konkret. Njeriu i ka fituar 48 mandate dhe numerikisht mund të lihet në opozit. Mirë po, për mu është të pandershme që partia fituese të lihet në opozit, jo për qeverisjen, për lëvizjen vetëvendosje dhe për Albin Kurtin, për arsye se ata e meritojnë të mbesin në opozit për shkak të qeverisjes dhe për shkak të sjelljes që i kanë pas duke provuar ta ndërtojnë në Vllanin në vitin 2014, mirë po për te kësaj ne duhet të vendosim një standard, jo ta mbasim do duhej politika kosovare, jo ta mot veten me Albin Kurtin, po ta mot me moral politiken që duhet ta ketë për arsye se nuk mund të sillesh siç sillet opozita, ne i kemi fituar zgjedhjet. Opozita e bashkuar i ka fituar zgjedhjet nëse themi të 3 partitë opozitare, mirë po veçmas secili prej tyre e ka humbur garen. Zoti Shefaj, si shihet, e përmendet një herë moral politiken, si shihet në moral politiken ku në një anë, para një muaji, çdo gjë është akuzuar, është fy, është shoh në kampe të ndryshme politike, më pastaj të qeverisën së bashku. Po ashtu nga ana tjetër qytetarët, partitë opozitare e kanë akuzuar zotin Kurti me fjalë edhe me ofendime të shumë të rënda. Edhe tani të bashkëqeverisin me të. Ku mbetet ky moral politike para qytetarit? Po në rast se sheh rrugtimin e subjekteve tona politike dhe veçmas nëse i sheh grupimin politik brenda llojit, po e tërheq si shembull lëvizjen vetëvendosje brenda saj, ka njerëz që kanë pas mendim armiqësor dhe të njëjtë siç e kanë pas për listën serbe dhe tani mund të jenë deputet të shkëlqyer apo edhe ministra për kryeministin Kurti se padyshim kanë dështu të shkëlqejnë pavarësisht pritjeve që i kanë pas. E unë mendoj që fërkimet ose divergjencat, mospajtimet dhe mosdurimet që kanë qenë gjatë viteve në mes PDK-s, LDK-s ose LDK-s AK-s
nuk janë më të forta tani, më të theksuar tani, mirë po është retorika e ajo që dallon nga atëherë është media. Për arsye se atëherë kemi pas pak media, tani media dhe rrjetet sociale e kanë bërë vetën dhe secilin ofendim, secilin ngaf e nxjerrin si kry artikull. Unë besoj që nuk kanë as vija të kuqe sa për të mos mund të bëjnë një koalicion. Kundërtën, do duhet të kishte bashkërendim të opozitës dhe të dakordoheshin që në rast se kryeministri dështon, partia e dytë e ka mbështetjen tonë për të fillu negociatat për të bërë qeverinë. Nëse ta duhen të sillen si aktor serioz në politikë dhe vendimarrje, do duhet të thuaj, ne nuk bëjmë koalicion me kryeministrin Kurti. E kanë thënë, po thuaj se shumica liderëve nuk mjafton të thuhet ne nuk bëjmë koalicion me kryeministrin Kurti dhe do duhet të ishte deklarata pasuese apo vazhdimi i të njëjtës deklaratë që ne fillojmë bashkërendimin opozitar për të pritë për të marrë mandatin nga presidentja në rast të dështimit të kryeministrit Kurti dhe në rast se do të kishte kësi bashkëndimi pas dështimit të kryeministrit Kurti, në rast se do të dështonte ose do të mund të bënte koalicion apo të kontrabandonte ndonjë nga deputetët, atëherë do t'i vijej radha opozitës. Zoti Sevaj, a ka edhe një diçka që thuhet pra paperdeve? Këtu një lloj hezitimi e marrjes së përgjegjësive njerëzve që kanë marrë besimin qytetar, si nga partia e parë, Lëvizja Vetëvendose, po ashtu edhe partitë opozitare, për faktin atë që përmendet më herët që pritet të ketë stuhi trumpizmi. Edhe në Kosovë në këtë drejtim, ta thojmë kështu, apo pritet që të përmbyllet procesi me Serbinë. Po nuk pres që të përmbyllet procesi me Serbinë, ne jemi mësuar na shpërfaqin deklarata dhe qëndrimet forta. Kryeministri Kurti është një prej politikanëve që ka pas deklaratat më të forta, mirë po kur ka shku në takime, gjithmonë ju kanë zbut deklaratat, flasim për marrëveshjen për Elektroseverin, që thoi në kuvend, Elektroseveri nuk duhet të kaloj asesi, pastaj kaloj, thoshte që nuk duhet të regjistrohen pronat e dy ndërmarrjeve shoqërore në emër të manastirit të Dëçanit dhe ja urdhër agjencisë kadastrale që t'i regjistroj, ka pranuar marrëveshjen e Ohrit, e cila akoma e avancon më shumë se sa në vitin 2013 dhe 2015 statusin e asociacionit apo si kanë perceptu këta ta emërtojnë vetë menaxhim dhe ajo që s'ka qenë në marrëveshjet paraprake, status special për kishat dhe manastire serbe duke i njohur si entitet të veçantë. Thjesht për mu. Thënie janë të kryme këtu? Thjesht për mu. Secili prej liderëve politik thjesht mund të na jap një fraza të forta. Mirë po obligimet që i ka marrë ky vend nuk kanë çore pa u zbatu. Na mujmë me i prolongu proceset që mu vanu në vendimarrje edhe avancim në integrim edhe në zhvillim ekonomik. Mirë po obligimet që i kemi marrë nga ato dakordime, ato janë barë për Kosovën për arsye se ti ke pranuar, ti je pjesë e tyre dhe je dakorduar formalisht. Tash padyshim që edhe mund të ketë hezitim për arsye se ky nuk është sikur politikan të pararendës që ti e bën një marrëveshje ose shmongesh, me këtë duhet të ballafaqohesh. Uroj që të mos kemi rrethana ku mund të penalizohet Kosova për shkak të antipatis që politika amerikane mund të ketë për një kandidat saktuar, qoftë Albin Kurti apo dikush tjetër i opozitës, e që të mos harrojmë që ekzistenca jonë si shtet edhe siguria jonë lidhen pothuajse drejt për drejti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që nga njëherë këto relacione që kanë mund edhe të kushtojnë në vazhdimsi, mirë po ne e dimë si ka qenë fati jonë si këmbë, si shtet dhe si shoqëri, pa e pas këtë mbështetje për shkak të rrethana dhe pa mbështetje së mjaftueshme evropiane. Megjithatë, nëse shohim proceset politike, pothuajse nga viti 2013, ka pasur afërsi, ka pasur tentativa për marrëveshje asociacionin, ka pasur po ashtu ide shkëmbim territorësh, ka pasur më pas tentativa të ndryshme në zgjidhjen përfundimtare të problemit të Kosovës dhe në një farë formë mekanik
aspektit kohor edhe është zvarritur. A mendoni që mund të ikë apo është në interes të Kosovës që të ikë prap në afatën kohor për faktin që të kalojnë 2-3 vite, 3-4 vite edhe të shohim çfarë po ndodh me politikat e ndryshme botërore, apo duhet të jetë një lider i përgjithshëm që të merr përgjegjësinë qytetare edhe të mbaron punë, ta themi më tërësh. Po ne nuk di si mund të presim që të ndroj situata në favorin tonë. Ne kishim qeverinë Biden, e cila Bideni ka qenë një prej njerëzve që ka qenë i mishëruar me çështjen shqiptare dhe në çështjen e ish Jugosllavi. E mendoj që Kosova ka kaluar më së keqi gjatë qeverisë Biden, për arsye se jemi vendosur në sanksione, nuk e mund të inkuadrohem në asnjërin prej organizatave ndërkombëtare, nuk e kemi pas mbështetjen e tyre, e që do duhej ta kishim. Tash çka ka ndodhur? Pastaj presim që relacionet nuk mund t'i kemë më mirë me qeverinë Trump se sa me qeverinë Biden, dhe ne na ikun vitet, sa më shumë që kalojnë vitet, bota Serbin nuk është e më pak armiqësore në raport me ne, edhe pse ajo nuk ka ndryshuar asgjë. Sillet e njëjta, mirë po metodat e saj kanë ndryshuar pakrahasimisht në raport me ne dhe bashkësinë ndërkombëtare. Ajo gjithmonë e bën fajin dhe gjithmonë sillet sikur është viktim, ne gjithmonë na bëhet dëmi dhe mundohemi të sillemi me komoditet ose arrogancë. Bile dje ishte një lajm që në Radio Evropa e Lirë që nga Serbia janë 6 kompani të angazhuar për lobim dhe 5 janë nga Republika Srpska, ndërsa nga Kosova nuk e kemi të angazhuar asnjë kompani dhe asnjë individ që të loboj. E unë nuk di si ka mundësi që ti të arresësh mbështetjen ndërkombëtare kur ambasadat tona janë pothuajse në prag të mbylljes apo të dështimit, për arsye se janë pa mbështetje, pa staf të mjaftueshëm dhe shumica e ambasadave të rëndësishme janë edhe pa atë ashe ushtarak. Zëseve, a mund të kemi shtyrje të formimit të institucioneve nga bashkësia ndërkombëtare, në këtë rast nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian në formimin e institucioneve më shpejt? Po, unë mendoj që sepse në historikun e Kosovës kemi pa kësaj lloj presioni, ta themi, në këtë drejtim. Po, presionin e ambasadave dhe State Departamentit mund të jetë i dukshëm se ne kemi pa për vite. E besoj që në rast se do të ishte një shtytje që të krijohet një koalicion i qëndrueshëm dhe që të marrë përgjegjësi për të kryer detyrat të cilat i ka marrë Kosova, e që fatkeqësisht ndajherë mund të jenë edhe detyra të rënda, mirë po këtë punë e lidhë sikur me marrjen e kredisë. Ty mund duket e mirë marrja e kredisë, po pastaj kur të vinë kostot, ajo të lëndon. Mirë po në rast se ti nuk e përmbush, atëherë përmbaruesi i kryen detyrat e tij. E unë mendoj që po kanë mundësi të bëjnë presion qoftë duke i dhënë mbështetje kryeministrit Kurti për të vazhduar tutje, apo duke i dhënë sinjal opozitës dhe minoriteteve jo serbe që të rreshtohen për një qeveri të opozitës. Mirë po cila do të jetë qeveria e Kosovës përveç nëse bëhet koalicion PDK vetëvendosje, nuk mund të ketë koalicion që mund ta çojë mandatin deri në fund apo mund ta zgjidhë presidentin, e për mua kjo është qeveri kalimtare një vjeçare, e cila mund të na hiqte nga garçi politik, mirë po nuk është që do të mund të kryente ndonjë detyrë të madhe as në integrim, as në zhvillimin infrastrukturor, për arsye se edhe projektet e nisura nuk mund të përfundohet pothuajse asnjëri prej tyre për mandatin një vjeçar kur na presin edhe zgjedhjet për presidentin e Republikës Kosovës. A do të jetë kalkulim në këto negociata, nëse do të ketë bisedime ose negociata për formimin e qeverisë, edhe zgjedhja e presidentes ose presidentit? Në rast se bëhet koalicioni me dy parti e mëdha, që praktikisht kanë mundësi të mbrin numrat, veç mas me PDK-n, do të mund të kalkulohej pozita e presidentit, për arsye se pozicioni i presidentit që nga zanafilla e saj
po thëmë flasim që nga zgjedhjet e vitit 2021, ka qenë monedhë kosuritje për formimin e qeverisë dhe institucioneve të Republikës Kosovës. Mendoni që mund të ketë koalicion vetëvendosje PDK? Ta parimisht janë deklaruar që nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë. Kesh për këtë, po them. Nuk do të ketë. Po në rast se do të kishte kërkesat të miqve dhe do të kishte garanci që vani mund të ecë përpara, unë mendoj që njerëzit duhet të mësohen ta të i kalojnë veten edhe ta të i kalojnë hidhërimin, për arsye se mendoj që në rast se kryeministri Kurti do të kishte gjysmën e qeverisë nga PDK ose nga LDK, do të mund të ishte kryeministër i mirë po me ekipin që ka ai. Përveç fjalëve të mira nuk mundet me i dhon kur gjë Kosovës. Gjithatë ka pas nga krerët e Partisë Demokratike të Kosovës që nëse na japin edhe postin e kryeministrit, ne nuk do të him koalicion. Nuk di si do të ishte ky qëndrim në rast se do të kishin në rekomandimin e faktorit amerikan. Nuk di cili do të ishte ky qëndrim, mirë po në rast se ti do të dërgosh sinjal që ne nuk bëjmë qeveri me pushtetin. Duhet fillojnë përgatitjet për të bërë qeverinë e opozitës. Dhe në rast se nuk ka, atëherë ka hezitim edhe për të marrë përgjegjësi. Ajo që do të ishte fatale për opozitën, do të ishte në rast se do të mund të prolongohej konstituimi i institucioneve dhe të shkojë në zgjedhje parlamentare dhe lokale bashk, atëherë ta do t'ja bënin dy të mira njëkohësisht kryeministit Kurti. T'ja mundsonin edhe një mandat ta fitonte parafërsisht në këtë numra, qoftë 2-3 numra më pak, dhe t'i fitonte edhe disa komuna nëse garante po ashtu e ka provuar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës që ka qenë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, ka psuar një debakël. Unë mendoj që po i freguan partitë opozitare edhe kësaj mundësie që para elektoratit vet janë zotuar të themi që nuk do të kenë koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe në zgjedhjet e tjera do të kthehet bumerang. Atëherë është vetmja zgjidhje, po them, që të dalin në konferencë të përbashkët të deklarojnë që ne jemi në pritje të dështimit të mandatarit për themelimin e qeverisë, zotit Kurti ose të lëvizjes vetëvendosje. E në rast se ai dështon, atëherë ne do ta krijojmë qeverinë e opozitës, duke u dakorduar që partia e parë ose partia e dytë ta nominoj ose një kandidat të përbashkët i cili do ta pret dështimin e kryeministrit Kurti në një mos deklarim të tillë. Atëherë ose janë duke prit që të kontrabandohen deputet ose të dhon sinjal të njerëz pe i grupime të vogla që të kalojnë me lëvizjen vetëvendosje, bëhet qeveria. Në një rrethon tjetër, siç thash, do duhet që të deklaronin bashkë. Ne jemi bashkë, presim dështimin e kryeministit Kurti dhe do ta formojmë qeverinë e opozitës siç ka votuar populli për opozitën me disa deputet më shumë. Po flasim prapë në mënyrë hipotetike. Nëse do të formohej një qeveri nga opozita, a do të mund t'i bëjnë ballë një Albin Kurti, një lëvizje vetëvendosje me kaq deputet, me kaq numër të mbështetësve, a do të mund t'i bëjnë ballë një qeverisje? Po unë mendoj që kur e dim që një vetëvendosje në opozitë me numër shumë të vogël ka krijuar shumë probleme. Dhe lëvizja vetëvendosje nuk janë e organizmi i opozitës, kur dikur nuk e kishin barren e përgjithësive gjatë qeverisjes. E në rast se Albin Kurti do të largohej nga pushteti, atëherë njerëzit e tij që do të përfundonin duke dhënë përgjegjësi për gabimet dhe keqpërdorimet në qeverisje do të ishin prej 10 rasosh dhe do t'ja pamundsonin të luante edhe opozitorin rol cilin diaj ta luaj në mënyrë të perfeksionuar. Mirë po unë mendoj që përveç fjalimeve retorike në kuvend, lëvizja vetëvendosje nuk është organizim, as nuk është subjekt që ka fuqinë, elonin, karizmen, vetbesimin dhe moralin që ka pas dikur, për arsye se pushteti e ka shfaq krejtësisht të kundërtën me ato që i ka proklamu për një dekadë. Zoti Sefaj, për fund, kur e shihni formimin e një qeverie që të ketë Kosova një qeveri funksionale? Po në rast se shkon gjithçka mbar, unë pres që brenda 2 muajsh, në rast se nuk kemi kontestim ose anulim të
vota në ndonjë region të caktuar apo vota të diasporës ku duhet të rivotohet, besoj që një periudhë për 2 muajsh, pa mbri në 3 muaj, rreth 2 muaj, ne do t'i kemi të konsoliduara institucionet e Republikës së Kosovës, e Kuvendi i Republikës së Kosovës besoj që do të mund të konstituojë rreth një muaj nga periudha ku jemi tani. Edhe njëherë, pret një qeveri stabile të qëndrueshme apo qeveri përveç nëse bëhen pjesë 2 partitë mëdha bashkë me lëvizjen, njëra nga partitë mëdha bashkë me lëvizjen vetëvendosje, qeveri stabile nuk mund të ketë as me AK nisma. Nuk mund të bëhet qeveri stabile për arsye se na presin shumë punë pas një viti, e veçmas edhe në AK ka deputet cilë nga ata që njohim për afër nuk mund t'i bin pas fjalëve cilat i kanë thonë për kryeministrin Kurti. Megjithatë jemi përballë një epilogu ku do të kemi një qeveri të plagësht një vjeçare që mund t'i kryejë disa detyra dhe të paktën të ketë një qasje proaktive ta heqë vendin nga sanksionet për arsye se Serbia apo nëpërmjet njerëzve të saj i ka bërë 2 sulme në Kosovë e që duke sulmin në Banjsk dhe sulmin e Iber e që ata vazhdojnë të nënshkruajnë kontrata miliardëshe të pritën në shpinë e bardhë, të kenë relacione me krejt botën e ne të jemi nën sanksione dhe të jemi në prizmen e të izoluarve. Zoti Sepaj, faleminderit për mendimin dhe kohën që datë me televizionin Arbëria. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.